Një ndër ata që na pritën sot prap në fermën Zhapokik është edhe Gëzim Shehu, një ish mësues i biokimisë. Është babai i Alkesit që dëgjuat më parë. Gëzim, faleminderit shumë që na hape dyert sot. S'ka përgjigje, kemi derën e hapur gjithmonë për të gjithë njerëzit. Po sot ju keni ardhur shpejt, nuk është koha e mjaltit, se do ju kishim qerasur me mjalt të ri. Ky mjalti që është këtu, është mjalt i vitit kaluar, është mjalt lofate. Shumë i mirë ishte. Fshati jon është pothuajse i mbjell me lofat, se kur tjetë plantacion i mbjell nga njeriu. Gjithandej është lofat. Do ishte bukur të kishte ardhur muajin prill ose mars, fund marsit, është komplet fshati i kuq nga lulet e lofatës. Jep këtë mjalt. Bleta përveç mjaltit ka dhe prodhime të tjera që janë shumë të domosdoshme për njeriu. Qumshi i bletës ka marrë një rëndësi të madhe sot dhe ka një tërheqje goxha të madhe. Njerëzit tani kanë filluar të janë ndjejnë leverdin dhe ka kërkesa të bollshme për qumësh blete. Ne kemi pasur kërkesa jo vetëm brenda Beratit e në Shqipëri me fjalë, po edhe jashtë shtetit, duke filluar që nga Italia, Gjermania, Anglia, edhe në Amerikë kemi çuar. Nuk ka ndonjë problem në transport? Asnjë lloj problemi? Problemi transport qumshi i bletës futet në shishe, janë shishet e errta. I fusim kamber kalep prej shkumdetit, që futen brenda shkumdetit, dhe janë disa termus të vegjël që ruajnë temperaturën. Dhe kryesisht ne kemi bërë transportin me avion, do që shkon brenda ditës. Në cilin shtet kërkohen më shumë? Më shumë mua më kanë kërkuar ish nxënësit e mi nga Anglia. Në Angli më kanë kërkuar shumë. Mjalti i Zhapokikës deri në Angli. Deri në Angli. Po janë refugjat zonës me fjalë të Beratit dhe shokët e tyre, domethënë ecën këtu duke prezantuar shokët e tyre. Dhe kjo ka qenë. Ndërkohë po më thoje që ajo që në dorë lidhet me qumshin e bletës. Kjo lidhet me qumshin e bletës. Këto janë kubzat këtu. Para se të nxjerrësh qumshin, unë këtë e fus për 3 ditë tek bleta. E fus bosh, pa i futur vezët e bletës këtu. Vetëm për ta pastruar bleta dhe për t'i dhënë atë erën e saj. Bleta që do nxjerrë qumësh, do të jetë bletë e fuqishme, dhe kur them e fuqishme, unë e mbaj me 9 pjellje. Dhe në kornizën e 10 i fus këte. Janë disa spatullat vogla që te këto kubat e kuqe, unë fus nga një vezë blete këtu, dhe mbasi i kam plotësuar, këto kanë nga 15, e fus tek bleta, mbas 3 ditë, ose 72 orësh, shkoj e marr. Fillimisht do gjejmë një krim këtu, që është bleta, faza larvare e bletës, e heqim atë, dhe është qumshi që do rriste atë larvën për ta bërë bletë punëtore, atë që pat juve që po fluturonte. Dhe kjo është mbledhim atë dhe fusim në për ato shishet e vogla, 10 ml ose 15 ml ose dhe 20 ml, sipas kërkesave që kemi. Bleta riprodhimin është vetëm një në terrat ushtri të madhe që kalon nga 40.000 deri në 70.000 tek bletët e fuqishme individ, që janë 3 lloj individësh, është bleta punëtore, është imi, bleta punëtore, mashkulli dhe mema. Ose ama, siç e flasim neve te grupi i Zoomit. Mema është vetëm për të pjell vezët. Dhe sa më mirë të jetë mema, sa më pjellore të jetë mema, aq më rasti që kishim sot, arka ishte mbushur me blet, nuk mbante me blet, u detyrua që gjysma e ushtrisë që ishte brenda në ark të lëshohej terroriste, dhe ka mbetur gjysma tjetër atje. Unë do vetë ta kontrolloj atë blet, sepse ajo blet ka çibuk të tjerë brenda. Çibuk quhet fazat e zhvillimit të amës nga veza që kanë vendosur unë deri në ditën e 15. Në 15 del mema. Në momentin që del mema, mema e vjetër merr gjysmën e ushtrisë dhe largohet.
këtu rri me maj vjetë, e reja, ajo që ka dalë. Por në qoftë se do kemi çibuk të tjerë, amat që dalën emat të tjera, ajo ndahet përsëri në 2, në 4, vazhdon të ndahet, edhe nuk merr mjaltë nga ajo. Atëherë, detyra ime çfarë është? Do shkoj të gjitha çibukët e tjerë që janë pa dalë, do shkoj t'i nxjerr, do t'i prish ata çibuk, dhe ajo blet mua nuk më rojit me. Në qoftë se unë e mbaj për shtesë, unë ata çibuk i marr me 2 korniza miz dhe i fus në arka të tjera. Dhe gjatë kohës, ato bletë të tjera të fuqishme, ju marr nga një kornizë me pilli dhe ose me miz dhe e fuqizoj atë deri në dimër. Kjo është punë e bukur. Do ma shpjegosh pak si e mbledhni ju bletën pasi ka ikur? Ajo lëshon dhe shkon e mblidhet me një pemë. 20-30 metra. 20-30 metra. Çfarë tërheq apo thjesht? Ajo do iki, do lvizi, po para se të shkojë aty tek pema, ajo ka dërguar ato ato bletët gjurmuse që kanë zgjedhur vendin ku do ulen. Unë kam fatin e keq se të gjitha pemës tu rreth e qark në largësi 25 metra të larta të gjitha dhe siç e pat dhe vetje sa lart ishte mbledhur. Dhe mbasi e mbledh atë, e futëm tek arka atje. Arkës i futa 3 korniza të reja, me gjithë se e donë të 5. Unë 3, se po nxitoja se isha vetëm. I futa 3 korniza. Procesin se si e ula me kovë që lartë e patë, me gjithë se ishte e vështirë, se isha i pa përgatitur për atë punë, dhe e bera me ristela atë kovën. Ajo doj një drunjë qikë më të fort, që të mos lëkundej. Dhe ta kisha të fort, që ta godisja emra atje, bjen kova ajo, edhe ul me njerë, e derdh tek arka. Kur thua isha i pa përgatitur, një blet ta lë të kuptosh se kur ajo e ka Po, në fazën që lëshon? e le, më të tregon, se ajo ka nxirë çibukun në përpara, po unë duke pasur shumë, duke qenë një çik plak, nuk i harri dot që ti kap të gjitha në kohën e duhur me një fjalë. Zotë Gzim, kur e keni nisur profesionin e bletëritësit? Tani unë kam pasur 2 kështu shkallë, ose 3 periudat të. Periuda e rinis, kam bajtur i matë, po unë nuk shkoja fare. Shkoja e ndihmoja vetëm për të vjel, dhe vetëm centrifugë. Pasaj mbasi iku babi në botën tjetër, më mbeti mua bara, filloj të merresha, por të kujtoja dhe në beja të punë që kishte ber babi. Po në kohën e verit s'ka pasur këto smundje që janë, jo varetoza, jo osteoporoza, jo smundje të ndryshme, pjesë amerikane, pjesë europiane, nuk s'janë njohur në atë. Pas ka qenë për blet, për dikë pas ka qenë e mirë kohën e verit, për blet. Ka qenë, neve jemi rritur me blet, jemi shkolluar 3 fëmijë me blet. I matë merrte vetëm 1 milion, merrte vetëm 1.000, si thonë, 1.000 lekë të asaj kohe. Pension lufte, me merrte 700 lek, 600 lek, 500 lek në muaj në kooperativ, në një kohë që bursa ime ishte 3.600 lek. Dhe ju shkolluat duke shitur mjaltin? Duke shitur mjalt, po mjaltin para 90 s'kishte çmim goxha të lartë, dhe po të bëjmë një krahasim, atëherë çmimi ishte 250 lek. Aq sa ishte rrogë